Më 21 dhe 22 nëntor do të mbahet kongresi i parë ndërkombëtar i ergoterapisë në Kosovë. Ky event do të sjellë pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës, edhe synon të promovojë zhvillimin e profesionit të ergoterapisë në vend. Për me folë më shumë në studio, ne kam të ftuar Hyrisha Mustafa, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Gjithashtu edhe Erza Bujufi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Të dyja ergoterapeute, mirë se erdhët. Faleminderit shumë që keni ndakohen me folë pak edhe me kushtu rëndësi ergoterapisë në Kosovë. Flasim të shta pak për ergoterapinë, mas pari të shta ka shumë njerëz dhe që thonë se qka është ergoterapia. Na të rëgo pak, Hyrisha. Zakonisht edhe ballafaqohemi çdo ditë me këtë pyetjen se qka është ergoterapia. Ergoterapia është profesion mjekësor, profesion shëndetësor, i cili merret me çdo moshe, edhe i ndihmon personat me u rikthy, me u pavarësu me aktivitetet e jetës së përditshme, ose qoftë me marrë pjesë në mënyrë më funksionale, më mirë që i përmbush ata vetë me aktivitetet e jetës së përditshme. Qëllimi i ergoterapisë është për merit pavarësinë siç edhe e ceka, merit funksionalitetin, po ashtu edhe cilësinë e jetës përmes aktiviteteve të jetës së përditshme. Kur themi aktivitetet e jetës së përditshme janë çdo ditë që ne i bojmë. Si ngritemi në mëngjes, larja dhëmbëve, larja fytyrës, veshja, shkuarja në punë. Në këtë rast ergoterapia ndihmon edhe me performu më mirë në rolin tuaj, për shembull në punë, nëse një person mundet me pas një aksident ose humbje të një aftësie, ergoterapeuti ndihmon në rikthimin e aftësive për me vazhdu tutje punën edhe jetën në mënyrë cilësore. Okej, atëre, ndoshta kjo është edhe për kufizimi më i miri që krejt mundën me kuptu, se për shambull ndoshta ka edhe njerëz që kanë aksident ose goditje në tru, mundën me i hup edhe aftësitë të foljurit ose edhe televizjeve, kështu që ergoterapia ju ndihmon në këtë aspekt. Tashmë veç po vjen edhe kongresi i parë ndërkombëtar që mundën me marrë pjesë si student, ashtu edhe shumë njerëz në më 21 dhe 22. Na tregoni pak qysh ka qenë përgatitjet për këtë kongres të parë, ka qenë vështirë me prunë Kosovë? Në fakt, ideja për kongresin e parë të ndërkombëtar të ergoterapisë ka lind qysh mëti, vetë se ta shtet shqyqyre dhe po finalizohet si ide për gjithë neve dhe si ergoterapeut, edhe pse është profesion shumë i ri, jemi shumë krenar që kemi arrit me bani një ngjarje të tillë. Kongresi ka për qëllim që me na bashku njeve si ergoterapeut nga gjithë vendet e botës në këtë rast, po edhe profesionistat tjerë shëndetësor siç mund të jetë logopedet, fizioterapeutet ose çdo kush që është nga fusha e shëndetësisë. Diçka tjetër që vlen përmendet është se ky kongres mundet me i ftut gjithë popullatën në fakt në Kosovë, cilët dojnë me marrë ma shumë nga kjo fushë edhe me përfitu sa ma shumë njohuri, qoftë edhe njerëz po themi kështu random, edhe që dojnë me ditë sa ma shumë qysh mu përballë me probleme që na vinë, të cilat na ndikojnë automatikisht të kryerja aktiviteteve të përditshme. Kështu që jemi shumë të lumtur dhe krenar, mundemi me thonë që po organizojmë një event tillë, edhe luftojmë edhe juve që të merrni pjesë atë ditë. Faleminderit shumë, kam e pas edhe profesionistë nga e gjithë bota që kanë me marrë pjesë në këtë kongres. Na tregoni pak se kush ka me marrë pjesë prej profesionistëve ndërkombëtar, disa nga emrat e gjithashtu dhe ka qenë vështirë me rënë kontakt me ta dhe me i ftu që me orë në Kosovë. Po, patjetër. Po mendoj që ja vlen me përmend që do të jetë presidentja e Federatës Botërore të Ergoterapistave, është Samantha Shen, e cila është prej Amerike. Ajo do të merr pjesë, ku është një fytyrë, një person shumë i mirë edhe shumë i njohur në gjithë botën, e cila ka kontribuar në zhvillimin e ergoterapisë, po ashtu edhe do të na ndihmojë edhe në Kosovë në zhvillimin më tutje. Sa i përket pjesës vështirësive, besoj që çdo organizim i ka ato vështirësitë e veta, po me rënë kontakt me personat e tillë ka qenë ndihmë shumë e madhe prej profesoreshës tonë, profesoreshës Diana Ulrich, e cila po ashtu vjen nga Amerika, edhe që 25 vite kontribon për ergoterapi në Kosovë. Mundemi me thonë që është personi i parë që e ka pru frymën e ergoterapisë së bashku me kolegjin Hajmerer. Tjetër nga personat është po ashtu presidentja e Kotekut. Koteku është një organizat po ashtu që merret me ergoterapinë edhe studentat në Evropë të ergoterapisë. Është Anu Sonderstom, pastaj kemi doktor, kemi ergoterapista
nga e gjithë bota të cilët do të marrin pjesë. Po pjesa e ndërlidhjes, networking ka qenë krejt përmes të konferencave që i kemi ndjek, po ashtu do t'jetë edhe presidentja e INOTH, e cila është po ashtu është një organizatë që mirët me ergoterapi në Evropë. Krejt kjo ndërlidhje ka qenë përmes aktiviteteve tona që kemi ndjek kongreseve ndërkombëtare, ose qoftë trajnimeve, workshopeve, po ashtu edhe mundi i profesoreshës Dajon. Nga faqja ju që keni në rrjetet sociale, keni bërë dhe thirrje për tashmë kongresin e parë ndërkombëtar që do të bëhet në Kosovë. A kujdeseni për dikë ke edhe thirrja dhe fotoja që e keni shpërnda, për krejt ata njerëz që ndoshta kujdesen për dikë me marrë informacione ma shumë, me u informu se qysh mundën me i ndihmu personit të familjes ose të dashur? Po, kur thatë me definu ergoterapin, është pak e vështirë me definu ergoterapin vetëm me një fjallë ose vetëm me një fjali, sepse është profesion tepër i gjanë. Nëse për shembull nuk është domosdoshmërisht na me trajtu një person, po ne mundemi me i ndihmu si ergoterapeut për me këshillu edhe me eduku se si me u kujdes për personin që e ka në shtëpi që ka nevojë për ndihmë. Në këtë rast, thirrja jonë për ata persona ka qenë bashkë për këtë qëllim, për me i ndihmu, për me i eduku, për qysh ata me u kujdes për persona që i ka në shtëpi edhe mos me lëndu, mos me dëmtu vetën e tyre. Do me thonë, thirrja në kongres është për gjithë komunitetin, popullatën që edhe i cekja dhe kolegja, kushdo që ka nevojë ose është i interesuar për me marrë informacione rreth shëndetësisë, rreth ergoterapisë, rreth profesioneve tjera, logopedi, fizioterapi e tjerë, është i mirëseardhën, dyert i kemi të hapura edhe i presim. Po juve ju bjen me pas kështu punë me njerëz, sidomos edhe me ata që kujdesen për ma dashurit e tyre në familje. A kanë informacione sa duhet për me u kujdes? Nëse veç janë duke u kujdes për dikë që e kanë familje, sa dim? Në fakt, megjithëse ergoterapia është një fushë shumë e re në vendin tonë dhe globalisht ashtu, nuk është se i kemi si popullat me informacione që realisht na duhen që na me bë punën tonë sa më të mirë, aq më shumë edhe te pjesa familjare. Për atë arsye, është mirë që po organizohet një kongres i tillë, edhe masina si ergoterapeut e kena pa nevojën që ky target e ka për me marrë sa më shumë njohuri mbi këtë fushë, kemi pa të arsyeshme që me ftu përveç profesionistave tjerë shëndetësor edhe gjithë njerëzit që kanë shpreh dëshirë me ardhe dhe me ndihmu qoftë familjarët apo shoqërinë e tyre në këtë aspekt. Po gjithashtu kanë me marrë pjesë edhe student mundën, student të ergoterapisë apo student të shëndetësisë? Edhe student fushave tjera. Student të fushave tjera, nuk është domosdoshmërisht shëndetësia, mundën me qenë edhe të edukimit, edukatore, mësuese, se ne e dim që ditë e sodit rastet të fëmijëve me nevoja të ndryshme janë rritje e tutje, edhe çdo klasë pothuajse ka një fëmijë që ka nevoja të veçanta. Në këtë rast, pjesëmarrja prej mësuesve, edukatorëve, unë besoj që vetëm do t'ja lehtësoj punën e tyre të përditshme, sepse ergoterapia, që e thash, mirët me çdo moshë, edhe në këtë rast me fëmijë ne do të kemi edhe workshope ku domethënë është ergoterapia e bazuar në shkollë, se si ergoterapeuti mundet me ndihmu një mësues për me vetë rregullu një fëmijë me nevojat e veçanta e kështu me radhë. Domethënë nuk është vetëm puna atë profesionista shëndetësor, por mundet me qenë edhe ata të edukimit, të cilët vetëm se ballafaqohen me këto sfida çdo ditë. Ti përmendëm pak në ditën e parë dhe ditën e dytë çka ka me pas prej aktiviteteve, workshopeve. Si në ditën e parë ashtu edhe në ditën e dytë kongresit ka me pas shumë prezantime hulumtime shkencore, të cilët kanë më bë prej vetë prezantuesve në këtë rast, po ashtu gjatë kohës pushimit kafes së kështu kemi organizuar edhe një dhomë interaksione, e cila ka me pas mjete që na si ergoterapeuti përdorim dhe mënyrën që ato munden me u përdor. Besoj shumë që përveç asaj pjesës që ka me kanë tërditor qëndrimi në Swiss Diamond këtë rast, ku mbajmë edhe kongresin, pjesa e interaksionit ka me kanë diçka shumë e mirë dhe shumë e vlefshme, në këtë rast që edhe nisi pjesëmarrësh, ashtu po folim tash në aspektin e pjesëmarrësit, mos me u ndi si theme, mos me u ndi tërkohen ulën ato aden, edhe më na u duk shumë
bezdeshme, po, kështu që ajo pjesë ka me kanë diçka shumë e mirë. Shumica temave që kanë me u zhvillu, kanë me kanë edhe qysh një ergoterapeut, mundet me bashkëveprun, këtë rast edhe me profesionista tjerë shëndetësor, edhe na si ergoterapeut edhe si profesionist e dim shumë mirë sa e vlefshme është kjo bashkëpunimi ndërmjet nesh që me arrit një rezultat sa më i mirë për klientët tonë. Shumë temat ndryshme, shumë profesionistat ndryshëm, kështu që është një mundësi shumë e mirë. A është prej studentëve, për shembull, shumë interesimi për ergoterapinë, sa din studentët e rinë, edhe është një rëstimi tyre për me studiu ergoterapinë? Po, gjithë ditë, ma shumë, vetëm janë të vedisu personat, popullësia për ergoterapinë, edhe nivelli studentëve është në rritje. Besoj që tash është më shumë në rritje, për shkak se në vitin 2025 ne kemi marrë udhëzimin administrativ, ku çdo ergoterapeut pasi që i përfundon studimet dhe licencohet nga Ministria e Shëndetësisë, mund t'i hapë ordinancat e tyre. Po besoj që kjo ka qenë një plus shumë i madh për me punu në mënyrë të pavarur dhe me u njohë si profesion në Kosovë, dhe nga kjo arsye është në rritje e tutje numri i studentëve. Po ka të interesuar, ka edhe punë si ergoterapeut, ne jemi të dyja kliniciste dhe punojmë me raste çdo ditë. Me çfarë raste keni të bëjnë mas shumë? Po, mas shumë të jemi të fokusuar tek pjesa pediatrike, punojmë me fëmijë, po nuk ja anashkalojmë edhe personat e rritur që kanë nevojë për ergoterapinë. Unë punoj në mënyrë të pavarur dhe kam raste pediatrike, ku kam raste me autizëm, me ADHD, me paralizë cerebrale, të cilëve i ndihmoj me trajtim plan individual me i krye aktivitetet të jetës së përditshme. Po ashtu... Mundesh më na tregu pak shkurtimisht, për shembull me këta pacient që punon, cili është plani që e bëni dhe aktivitetet që i bëni? Po, patjetër. Besoj që tash edhe fusha e interesimit ma shumë është për autizmin, sepse tu e marrë parasysh se është një gjendje pak skeptike edhe jo shumë e njoftun për shkak se çdo fëmijë dallon, çdo shkollë dallon. Për shembull, me një fëmijë me autizëm mund të me punu me pjesën motorike, me pjesën emocionale, me pjesën shqisore, ku pjesa shqisore është tepër, si të them, jo shumë e marrën për bazë, edhe pse shkakton shumë sjellje për ndaj mungesës të stimulimit ose ndaj domethënë integrimit shqisor, ku për shembull një person, një fëmijë në këtë rast me autizëm nuk i duron veshjet ose teksturat e ndryshme, unë punoj për me mbështet, me adaptu teksturën, veshjen e tij, që ai me uni rahat në veshjen e tij edhe mos me pas angth probleme në sjelljet e tyre për shkak të këtyre problemeve. A janë bashkëpunues prind? Po, shumicën e rasteve po. Për shkak se fakt ajo është dashur me qenë, po dhe sa është rëndësishme me qenë prindi bashkëpunues? Është tepër e rëndësishme. Besojmë që shumë shpejt e sheh rezultatin kur prindi është bashkëpunues me ty. Në momentin kur prindi nuk është bashkëpunues ose nuk i merr rekomandimet e tua për bazë, ose është e vërtet se ata nuk e kanë përfundu për shembull një fakultet të ergoterapisë ose nuk e kanë një background terapeutik, mos me mujt mi apliku rekomandimet e tua në mënyrën e duhur. Në momentin kur përmirësohet rekomandimet ose sqarohen mirë, suksesi shihet dukshëm. Për çdo terapeut unë mendoj që është shumë e vlefshme bashkëpunimi, qoftë me mësuesen këtë rast, qoftë me prind, qoftë me secilin person për rreth fëmijës që ka kontakt më të afërt me fëmijë. Paka shumë po dashka edhe na me u bo ergoterapeut, Po. sidomos kur e kemi dikën në familje, qoftë fëmijën apo prindin apo dikë, po dashka bashkëpunimi me qenë i ndërsjellët me ergoterapia vlen edhe me cek që nuk është vetëm për fëmijë që janë jo tipik ose për persona që kanë probleme. Mundet me qenë edhe persona tipik, persona pa probleme, po vetëm që e kanë një pengesë në jetën e përditshme, me u angazhu me një aktivitet caktuar ose me marr pjesë me një hobi që atyre i pëlqen. Mundet me qenë edhe personat me depresion, të cilët
si që dim ne humb interesime, ne si ergoterapeut mundemi me ndihmu atyve me gjetë fushat e interesit të tëne, hobit e tëne dhe gradualisht me plan individual, si që ka me vazhdimin tonë, me strategji tona, me i shty ata për mi bo aktivitetet edhe me uni ma të përmbushën, me adho një cilësi jetësore atëne. Po Erza, ka për shambull që paragjykojnë për këtë profesion, njerëz të tjerë që nuk e din shumë mirë këtë fushë, ndoshta edhe ju kam paragjyku si ergoterapeut? Në fakt po, shumë herë dallimi ndërmjet ergoterapeutit dhe fizioterapeutit ose ergoterapeutit dhe psikologët din me u kanë edhe problematik për neve si profesionist shëndetësor, mirë po dita ditës po shohim që edhe ergoterapia po e merrat vlerën edhe rëndësinë që i takon, edhe po vëdisohen edhe popullata pastaj edhe njerë për njerë jemi mirë, me krahasim qysh jemi kanë më herët, interesimi edhe njohuria mbi ato çka një ergoterapeut vepron është shumë e madhe. Gjithashtu në tetor ka qenë edhe dita botërore e ergoterapisë. Po. Keni pas ndonjë aktivitet që keni marrë për hir të ditës botërore? Zakonisht në për klinikat të ndryshme, bujnë aktivitete ose bujnë vlerësime falas. Unë personalisht kam qenë në një kongres të INOS në Portugali, ku edhe kam prezentu hulumtimin tam. Së bashku me disa studentët të ergoterapisë, kemi shku, kemi marrë përvojën ndërkombëtare, kemi mbledh njerëz si që ka dhe në fillim, i kemi ftu në kongres. Zakonisht këto festohet në këtë mënyrë, të bo diçka për ergoterapin, të kontribu për ergoterapin, të kontribu për popullatën, për komunitetin, të dhëmë vlerësime falas, ose të dalë vetëm të e bo një aktivitet ndërgjegjësues, dhe kemi pas aktivitetet të shumë. Me informu njerëz ma shumë. Kongresit që ka me mbajt, do të certifikohen pjesëmarrësit apo qysh ka me shku? Në fakt po, aktualisht si kongres është i akredituar nga UDA Infermierëve të Kosovës, ku pjesëmarrësit aktiv do të shpërblehen me 20 pikë nga UDA Infermierëve, kurse ata pasiv me 15 pikë, kështu që po është një kongres me të cilën pjesëmarrësit përveç certifikatave tyne do t'i marrin edhe pikë të akredituese nga OIK. E përmend edhe hulumtimin që e keni bo, që keni qenë pjesë e kongresit në Portugali. Mund të shmëna tërgu pak çfarë hulumtimi ka qenë? Po, unë punoj edhe si asistente në kolegjin Hemerar, edhe ka qenë hulumtimi ma kështu hulumtim. Ka qenë hulumtimi studentëve bachelor, sa njëhen të rahat që me marrë pjesë në grupe hulumtuese, cilat janë barierat edhe benefitet e grupeve hulumtuese. Ka qenë diçka ma akademike, po përkundër hulumtimeve akademike, kemi edhe hulumtime mjekësore, ergoterapeutike, që kemi me i prezentu në kongresin e ergoterapisë. Kemi rujt për kongres. Po me krahasu tashmë se përmendët qysh në fillim që ergoterapia edhe është si një fushë ma e re në Kosovë. Po me krahasu me vendet e tjera të Evropës apo edhe të Ballkanit Kosovën, kemi përparuheq në këtë fushë? Unë besoj që jemi ofër, nuk jemi shumë largë. Përveç të u bazu në përvojat ndërkombëtare, në Evropë ergoterapia është e fokusuar ma shumë tek personat e rritur edhe tek të moshuarit. Të e marrë parasysh diagnozat, do më thonë goditje në tru, paraliza e tjerë. Ndërsa në Kosovë ne jemi ma shumë të fokusuar tek fëmijët, për shkak se këto është dallimi për shkak se në Kosovë niveli popullatës është më i ri. Do të thonë, numri më i madh i popullsisë janë mosha të reja, ndërsa në Evropë ne e dim që janë mesatarja është mosha më e shtyme, edhe nga përvoja jonë me personat e rritur ne jemi ma kështu të pavarur në aktivitete. Nuk kemi shumë të moshuar që kërkojnë ndihmë profesionale ose që pranojnë për shkak se jemi natyrë pak që di me i bu krejt vetë. Nuk dorëzohemi. Mundohemi, nuk dorëzohemi, që mu kjo më ban krenare me popullsin tonë, për shkak se nuk është mirë me u dorëzu, nuk është mirë me prit ndihmë prej dikujt, po në momentin kur nuk mundesh më, është mirë me pranuat ndihmë. Nga përvoja ime në klinik, kom pas raste ku kom shko dhe i kom afrua, do në disa strategjisë që shmu vesh, jo ne i kom po do i di do edhe o ndina mirë, për që ta po besoj që kjo nga ka
është që kjo arsyeja që na ka shty neve me u fokusu ma shumë pjesën pediatrike, të i po nevoja, të i po institucionet të cilat kemi ma shumë për fëmijë. Po, nuk është dallim shumë i madh me Evropë, ne jemi ma përpara me pjesën pediatrike, ata janë me pjesën geriatrike. Okej, i përmende institucionet, a janë bashkëpunues institucionet? Po, bile tash janë ma bashkëpunues, për shkak se numri i ergoterapeutëve është rrit, erzave që punon me një institucion, me një organizatë jo qeveritare, po besoj që ajo mundet ma shumë me bisedu për këtë çështje. Në fakt po, mënyra qysh ergoterapeuti përfshihet në ekipin multidisciplinar vlerësues aktualisht në qendrën kone punoj te shoqata autizmit, është diçka që neve na i hap dyert ashtu si ergoterapeut dhe e shohim se çdo ditë më shumë ne përpranohemi edhe nga institucionet në vendin tonë. Ndërsa, cila është këshilla ju si ergoterapeute që ja u japni pacientëve tuaj? Cila është këshilla ndoshta mas shumti që e përtani? Varet, se cili është specifik, po mas jena një fund shumë e gjanë, ashtu nuk është që mundemi me thonë një definicion. One çka këshilloj edhe rekomandoj ma shumë tek prindrit që kanë fëmijë, mos me i lënë pasiv, me i angazhu fëmijët në çdo aktivitet që është e mundur, mos me ja u vesh patikat prindrit, po me lënë fëmijën me u ballafaqu, me u mësu me veshjen e patikave, çorapeve, mos me ja u lënë çdo sen gati për shkak se vetëm po pasivizohen edhe Masivi që përmendesh, nga cila mosh i këshillon prindrit me fillu që me lënë fëmijën vet, për shembull me u math, me u vesh? Vlerësimet tona thujnë nga mosha shumë e hershme, 3, 2, 3. Po diçka që vlen me cikë është se ergoterapia adaptohet sipas kulturës. Te ne shkon pak ma vonë kjo pjesa e veshjes, ku prindrit e dim deri sa të shkon klasë të parë, gati i veshin edhe ju rin gati, po sa ma herë që ata fillojnë me i bo qëta aktivitete që 3, 4, 4, 5, është mirë për me i zhvillua shkatësit e tyne, aftësit e tyne funksionale, për me u bo ma të pavarur, për me u bo ma të gjendshëm në atë aspektin me u gjetë në për situata, me zgjidh probleme, e të u ballafaqu në këto sfidat e jetës së përditshme dhe në për aktivitetet e jetës së përditshme që veç se çdo ditë janë pjesë e jona, ata veç se e zhvillojnë vetën e tyne, e zhvillojnë trunin e tyne, din me zgjidh problemin e krejt këtu. Çka tjetër i rekomandoj është që nëse bëj një punë shtëpi me inkuadru edhe fëmin, hajde i bojna bashk, ose lodrat, hajde me mbledh lodrat bashk, edhe diçka që mos me adhon si komand, shko bëne këto, shko mere këto, hajde për bojna. Dhe më thonë, çdo sen me të mirë, çdo sen në bashkëpunim, fëmija i zhvillon edhe aftësi sociale, edhe aftësi funksionale, kognitive, motorike, e krejt fushat. Okej, këshilla mjaft mira që besoj edhe çdo prind i duhen këto këshilla, se e kemi na pak që përtut edhe në gjak si popull që e kemi fëmijës me alon krejt gatshme, edhe kështu e kam bo dhe nana tona, kështu që kjo tregon që është keq për fëmijën që ai më boj i pavarur më vonë, kështu që me pas sa ma tjetë që ai edhe diçka që vlen me u cek, për shkak që ne miremi edhe me pjesën shqisore, është mirë që edhe fëmija me u bo zhëll. S'ka lidhje nëse teshat për lyhat. Mos nga i zhjete pantolla, mos e zhjete. Ajo, do më thonë, gjdo lëq, gjdo zoll që e prejk fëmija, vetëm i zhvillon shqisat e ti, i zhvillon pjesën taktile, e cila i ndihmon tani zhvillimin e trurit, njohurive, kognitive, e krejt. Do më thonë, nuk kemi nevoj me qenë qatë strikt për fëmin. Le fëmin fëmija do të me qenë fëmija do të me qenë kurioz, fëmija do të me kërku çdo sen, me prejkë çdo sen, edhe do është me aleju fëmin, nëse do me u zhvillu mënyrë të mirë fëmija. Kështu që prind lene në të bojnë zhëll, në të zhytën, në të shkryën në për tokë, nuk ka lidhje, vetëm i ndihmon me u zhvillu pjesa e të në shqisore, po ashtu edhe pjesa kognitive. Këshilla mjaft mira, edhe mu bile si prind, se
Apo. Për që ata për Okej. Ne me marrë mundohemi me informata bisedu. Mundesh me na shkruajt lirisht. Po ashtu mundesh me ardha dhe në kongres. Kemi me pas për pjesën pediatrike, hulumtime dhe workshope. Unë vetë do t'jam aty ku do të bisedoj për pjesën. Se studio edhe prend me marrë pjesë. Po, patjetër. Do t'jetë puna hulumtime, ku është trend tash që fëmija ma shumë me nejtë në telefon, se si ndikon ekranin e interesat e fëmijëve e krejt këto, kështu që përveç edukatorëve edhe prindrit janë të mirë se ardhur. Po e cikëm, çdo popullat, çdo komunitet, krejt jemi të mirë se ardhur. Jurisha dhe Irza, faleminderit shumë që keni ardhur sot në #gjesi dhe na shpalën së detaje ma shumë për kongresin e parë ndërkombëtar të ergoterapisë që bëhet në Kosovë tashmë 21 dhe 22 nëntor, kështu që po i ftojmë krejt të interesuarit me marrë pjesë. Faleminderit edhe për këshillat edhe krejt që i thatë sot në #gjesi. Faleminderit juve. Shihemi në kongres. Shihemi në kongres. Shihemi.